Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jam shumë xheloze, flet për herë të parë partnerja e Çagataj Ulusoy. Aktori i njohur turk Çagataj Ulusoy ka treguar edhe një herë anën e tij të përkushtuar si partner, duke qenë pranë të dashurës së tij Aslihan Malbora në një moment të rëndësishëm të karrierës së saj. Çagataj u fotografua në prapaskenjë gjatë premierës së shfaqjes teatrale Eshian Tabiati, ku Aslihan interpreton për krah aktorit Mert Turak. Sipas mediave turke, aktori ndodhej aty për ta mbështetur dhe inkurajuar partneren para daljes në skenë. Prania e tij nuk kaloi pa u vënë re nga të pranishmit dhe fansat, të cilët e përshëndetën gjestin si shenjë dashurie dhe përkrahje të vërtetë. Pas shfaqjes, Aslihan dha një intervistë ku foli për marrëdhënien me Çagataj dhe ndikimin e tij në karrierë. Ai është gjithmonë aty për të më mbështetur. Diskutojmë shpesh për role dhe kjo më ndihmon shumë, u shpreh aktoria. Më pas e pyetur për serialin e fundit që ai po bën, e Sherefruja, ai u shpreh që nuk e mohon ndjenjën e xhelozisë. Patjetër që bëhem xheloze, por jo nga aktorët që luan ai në serial. Më shumë xhelozia vjen për suksesin e madh që ai po merr dhe nga fansat e shumt, ndërkohë që unë kurrë nuk e kam arritur atë maj. E pyetur për datëlindjen e Çagatajit që u festua pak javë më parë, ajo shtoi se nuk pati ndonjë festë madhështore, vetëm pak pushim dhe momente të bukura. Çifti, një ndër më të komentuarit në Turqi, ruaj një profil të ulët në media, duke e mbajtur lidhjen e tyre private. Ndërkohë, Aslihan po korr sukses në teatr me vlerësime pozitive për rolin në Eshian Tabiati. E pyetur për ditëlindjen e Çagatajit, ajo tha që do ta festojnë në një moment të dytë sepse ajo që bën nuk ishte shumë e madhe dhe ngelet ta festojnë nga dhjetori.